Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni qepën në këmbë dhe prisni 5 minuta, trajtimi ideal që kuron këto probleme. Edhe neve na duket e çuditshme, por nuk mund ta imagjinoni se çfarë ndodh kur vendosni qepën në çorape ndërsa flini. Pjesa e poshtme e këmbëve tuaja është një pikë e fuqishme dhe drejt për drejt e aksesit në organet e brendshme në trupin tuaj, përmes atyre që njihen si meridianët në mjekësinë kineze. Meridianët janë shtigjet e çdo organi me trupin tuaj. Disa njerëz thonë se meridianët nuk ekzistojnë në trup ose në pjesën e poshtme të këmbëve. Për ata që e kuptojnë në mjekësinë kineze, mund ta dini se sistemi meridian është i lidhur ngushtë me sistemin nervor. Nëse mendoni se keni nerva dhe një sistem nervor dhe mendoni se keni dhe meridian, në thelb është e njëjta gjë kur e interpretojmë dhe shohim se ku janë meridianët brenda trupit. Këmbët e poshtme kanë shumë baresa nervore të ndryshme, rreth 7.000 kryesisht meridiane, të cilat të lidhen drejt për drejt me organe të ndryshme në trup. Ata janë qarqe elektrike shumë të fuqishme brenda trupit dhe shpesh janë jo aktiv sepse ne veshim këpucë dhe nuk bëjmë akupunktur për të ndihmuar në ndonjë mënyrë meridianët ose nervat. Kjo është arsyeja pse ne duam t'ju rekomandojmë të ecni zbathur. Për të stimuluar këta meridian në fund të këmbëve tuaja, si edhe për të tokëzuar veten me fushën jonike negative të tokës. Pse qepët na bëjnë të qajmë kur i pastrojmë? Si mund ta ndalojmë? Një nga mënyrat më të mira për të hapur këtë rrugë elektrike meridiane dhe për të ndihmuar në pastrimin e organeve tuaja të brendshme pa bërë asgjë të brendshme në lidhje me dietën, është të prisni qepët dhe hudra dhe t'i vendosni ato në çorape në fund të këmbëve tuaja ndërkohë që ju flini. Qepa dhe hudra janë pastruesit e njohur të ajrit dhe kur aplikohen në lëkurë, ato arrin që të vrasin mikrobe dhe bakteret, por edhe acidin fosforik që hyn në qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në pastrimin e gjakut dhe vret çdo gjë, bakteret ose mikrobe që mund të keqformohen dhe të çojnë në grip. Disa njerëz e teprojnë dhe këmbgulin se nuk do ta përdorin më kurrë një qep, sepse ajo mbledh mikrobe dhe baktere dhe më pas e han atë. Nuk jemi të sigurt nëse kjo është e vërtetë apo jo, sepse 1% njerëzve thonë se është e vërtetë dhe disa pretendojnë të kundërtën. Por ajo që dim është se qepa piqet, oksidohet dhe piqet nga oksigjeni në shtresën që qëndron e hapur kur i presim dhe ngrënia e ushqimit të oksiduar nuk është forma më e freskët dhe më e shëndetshme e atij ushqimi, duke hequr kështu shtresën para se ta ham. Është një veprim i zgjuar për të shmangur ngrënien e mikrobeve ose baktereve nga shtresa e infektuar e qepës. E po është shumë e thjeshtë, këto janë hapat për të pastruar gjakun tuaj dhe për të vrarë mikrobet dhe bakteret. Çfarë ndodh në të vërtetë kur ne flem? Hapi i parë është që ju të prisni qepët organike në feta, qoftë qepë e bardhë apo e kuqe. Është mirë të përdorni qepë organike sepse ato nuk përmbajnë pesticide dhe kimikate të tjera që nuk dëshironi t'i ulni në këmbë dhe të hyjnë në gjakun tuaj brenda ditës. Thjesht prisni qepët në feta të shpeshta në mënyrë që ato munden të aplikohen në fund të këmbës tuaj si një platformë, në mënyrë që pjesa e poshtme e këmbëve tuaja të zhytet në qep ndërkohë që ju flini. Hapi i dytë është që ju të vendosni qepët në çorape nën këmbët tuaj dhe të shkoni të flini. Ndërsa flini, fuqitë natyrale shëruese të qepës funksionojnë përmes lëkurës tuaj, duke pastruar gjakun tuaj dhe duke vrarë kështu bakteret dhe mikrobe dhe duke thithur toksinat. Ato gjithashtu ndihmojnë në pastrimin e ajrit në dhomën tuaj. Do të përfitoni edhe rezultatet e pastrimit të ajrit. Në Angli, ato trajtojnë viruset duke i coptuar qepët dhe duke i lënë ato në dhomë për të
pastruar ajrin dhe për të ndihmuar që të mos jenë më të prirur ndaj infeksioneve, gripit apo gjëje tjetër e cila mundet t'i dëmtojë. Siç mund ta shikoni, organet dhe sistemet brenda trupit dhe pikat e lidhjes së meridianëve në këmbë ekzistojnë dhe për këtë arsye ju duhet ta vendosni qepën në këmbët tuaja për të larguar çdo sëmundje nga trupi juaj. Këto janë përfitimet e vendosjes së një cope qep në çorape ndërsa flini. Pastron gjakun. Acidi fosforik nga qepa pasi aplikohet dhe absorbohet transdermalisht, pastron gjakun, vret bakteret, mikrobet dhe patogjenët. Qepa dhe hudhra kanë përfitime të forta antibakteriale dhe antivirale. Pastron ajrin. Kjo pjesë e vogël e qepës me erë të keqe rreth këmbëve tuaja do të pastroj ajrin dhe do t'i bëj këmbët tuaja që të nuhasin më mirë dhe do t'ju shpëtojnë nga toksinat dhe kimikatet duke i tërhequr ato nga këmbët tuaja ndërsa flini. Qepa është një nga perimet më të mira dhe më të shëndetshme të nën tokës. Qepa përmirëson imunitetin, rregullon nivelin e sheqerit në gjak, ul kolesterolin, mbron gjithashtu zemrën dhe trajton reumatizmën. Si ta përdorni qepën kundër sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore? Qepa mundet që të përdoret me efikasitet kundër etheve, rënjes së flokëve, infeksioneve të veshit e të tjerë. Kolla. Qepa përmban sulfur e cila lufton bakteriet dhe mikrobet që shkaktojnë koll. Prini qepën në gjysmë dhe spërkateni me sheqer në ngjyrë kafë. Qepët e sheqerosura munden që të hahen 2 herë në ditë kundër kollës. Bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes. Përzieni qepën e grirë me vaj të arros së kokosit dhe më pas këtë pastë lyeni kraharorin. Mbuloni me një peshqir dhe do të vëreni se si qepa do të ndihmojë në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes nga sekrecionet. Temperatura. Nëse keni temperaturë, lyeni shputat e këmbëve me vajin e arrës së kokosit dhe më pas pjesën e harkut vendosni feta të holla qepe. Mbështilleni këmbët tuaja me qese plastike dhe më pas vishni çorape. Qepët duhet i mbani në shputat e këmbës gjithë natën që të përthithni toksinat dhe gjithashtu të ulni temperaturën të vjellat. Griheni qepën holl dhe më pas vendoseni në një nap dhe aty shtrydhni lëngun. Më pas shtoni edhe çajin energjiku. Pasi të jetë ftohur, pini 2 lugë çaj nga lëngu i qepës dhe 5 minuta më vonë në të njëjtën sasi të çajit të energjikut. Këtë trajtim duhet ta përsërisni derisa të vjellat tuaja të jenë larguar tërësisht. Qepa për pastrimin e ajrit. Ajo do të përthithë të gjitha bakteret dhe viruset nga ajri. Qepën ju mundet që ta përdorni për pastrimin e ajrit duke vendosur copa të saj nëpër zona të ndryshme të shtëpisë. Rënja e flokëve. Zjeni një kokër qep dhe lëngun e saj përdoreni për të lagur flokun përpara se ta lani me shampo. Lëngu i qepës do të përshpejtojë gjithashtu rritjen e flokut dhe do të parandalojë rënjen e tij dhe do të zhdukë gjithashtu zbokthin. Si ta përdorni qepën gjithashtu edhe për sa i përket sëmundjeve të djegurave apo edhe plagëve në trup. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë ndihmon kundër të djegurave të lehta dhe atyre nga dielli. Ky lëng gjithashtu parandalon çdo infeksion të mundshëm dhe nga ana tjetër ajo shërben edhe për dhimbjet e fytit. Zjeni një qep dhe me ujin e saj shpëlani flokët përpara se t'i lani me shampo. Një gjë e tillë do të parandalojë rënjen e flokëve, eliminojë zbokthin dhe gjithashtu do të rrisë flokët. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.